Bojar, sa herë kishen I plagosur gjatë luftës? Është koincidencë, po unë kam marrë gjithsej 18 plagë gjatë periudhës luftës, domethënë prej vitit 97 deri me 12 qershor 99, plagën e mram me kom marrë me 6 qershor, domethënë 6 ditë para se unë nënshkru marrëveshjen Komaneu. Ka qenë serioze kjo fundit? Kjo fundit ka qenë serioze se i mplaguran unë edhe më kanë ndekë 3 djemë që I kom pas më të mirë gati krejt kohën gjatë periudhës luftës, edhe kom përjetu gati masëroni. Edhe kështu emocionalisht, po edhe fizikisht e kom pas rënë edhe për veti, arsyeja pse kom pas dikon 7 plagë që I kom pas shkume, domethënë pe granat helsit, një kom pas në qafë në arterje kryesore, edhe në atë moment mu ka hapë edhe vorje për shumë arsye se o kohë në ofenziv. Ata dy shokë kanë vdek, njoni në vend, njoni në spital, njoni ka vdek ma vonë. Edhe ata tre në vorros, Ramushi ka thonë qelni 4 vorë se nuk dihet, apo kështën edhe Bojari. Për ty? Për shumë arsye se o kohë në ofenziv edhe nuk o di ta mundesh me lëviz ose diçka. Edhe vorri ka qenë I hapun, po fatbarësisht. Ka dash zotit që sot jam këtu. Prof, domethënë Gjergjela Zalia sa I flagë, 6-7 legjit, 9 flagë. Po Bojari 2 fish më shumë se sa. Gjergjela Zalia double. E kom edhe një të marrë një snajper që është edhe mjekur e kanë shiku, kanë thonë kjo do të më shkru në libër të genisit, për shumë arsye se kam snajper të marrën kënej edhe dalën kënej. Po që ka dalën për... Që ka depërtu edhe në për qëllës kojës, në për njofull edhe ka gjuha, po nuk ka dëmtua si sanë, do me thonë kjo ako një koincidencë që fatbarësisht, fatkeqësi, që thojnë. Ka ndodhur plot prop, ka dhe ushtarë tjerë, sigurisht që kanë pas kësi historie si Bojari është prej atyre që e nisë me 24 mars 98 e që e përfundon me 12 qershor. Anton, çfarë pozite ki pas fillimisht pranë kohën ku ka nisë përgatitjet për betejën e Kosharës? Çfarë pozicioni keni mbajtur në luftë? Unë kam qenë komandant I një bataljoni diverzantëve Zhgus. Edhe këtë detyre kam kryer në përfundim të luftës, por në betejën e Kosharës, do thot për atë mision, është ndërtu një formacion I veçantë, do thot një task force, I përbërë nga brigada 131, 134 dhe bataljoni diverzantëve Zhgus, dhe krahas detyres e komandantit e bataljonit, në kuadër të grupit operativ 3, kam qenë edhe shef I operatives, dhe pasi ka rënë në fushë betejë Agim Ramadani, cili ka qenë shef shtabi I grupit operativ 3, atëre e kam zavendësu edhe në këtë detyrë. Pra, ju keni zavendësu pas rënies Agim Ramadani? Do thot kam qenë edhe shef shtabi I grupi operativ 3, që më vonë është emnu brigada 138 Agim Ramadani. Kjo ka qenë brigadë e zonës operative të Dugaxhinit. Po. Zoti Gjapova, çfarë pozicioni ju keni pas? Unë fillimisht se pjesa ime ndonë në 2 pjesë. Fillimisht kom qenë komandant I brigadës 2 Mjurxhineli në Dugaxhin dhe me ardhin time në brigadë emnona si komandant I bataljonit të Gjenios në kuadër strukturës të grupit operativ 3, një herësh edhe pjesë e shtabit për hartimin e planit ku gjithë e provorit me përbërje strukturore mrena strukturës e brigadës, kem arrit që t'i dojmë detyrat konkrete se cili në nivelin e vetë të përgjithësisë. Edhe ju keni nesër për vjetorin e plagosës, pra ditëlindjen e ju dytë. Unë e thamë, e festoj këtë ditëlindjen nesër, realisht ditëlindja ime është në 24 prill. Në prilli pas këtë dyja? Me 11 prill e festoj, edhe këta shokët e brigadës nuk ma bojnë
urime Detlinja, urime Rinxhalli. Që bjen dita 3 e betejës Koshorës. Ashtu. Kur ju jeni... Datën kur u vra Agim Ramadani, do më thonë... Nitën ditë pra është vra dhe Agim Ramadani. Po, e shtjelloj ma vonë, se janë disa procese që duhet t'i ceki sonte në emision për hir të opinion. Blem, a i pa të bashku në fillim Koshorës? Apo... Ja, disa ditë ma vonë. Disa ditë? Disa ditë, po. Nuk s'kam qenë me në, ku kam do. Ma vonë. A i bojnë man Antonin, Musën, këta? Po... Që shumë e qenë për shemull si një ushtarë? Shiko... Sa edhe terrenin, ati në Koshorë ka qenë shumë i fështirë, nuk është... Njësia ime, njësin time pa të dërgun në Papaj, në konë aty do si baraka, si në konë. Edhe faktikisht, ne nuk e kemi ditë deri kur kemi shku në Padesh. Deri kur kemi shku në Padesh, ne kemi pas një varë menimi se kemi me hinde për kufe, edhe sigur ato periuda me herë më shpërndane për zona. A pra e ka qenë ideja? Po. Jo mundale aty? Po, aty pastaj, para se me vazhdu tutje, ka dalë një oficer i UÇK-s, nuk e di tash me emën saktësisht, që ka qenë, edhe në ka të regu, tha që nuk është rendi, tha ju me shku, këndej, tha, kemi për para punë më të bërë, kemi më pozicionu, tha, kemi me vazhdu këto, o thuj kufini, dhe kemi me vazhdu me shliru Kosovën krejt. Aty kemi marrë, do të thotë, unë e ka marrë vesh që kemi me qëndru në kufi, pra në Koshare, dhe pastaj, prej aty, njësia ime është zhvendos, rreth Bramis ka qenë, jemi zhvendos në Shkozë, është Shkozë aty. Ti në atë kohë s'ki pas kur farë eksperiencë që kështu ushtarë? Jo, na u patëm stërvit në Koks një edhe ditë. Që me thonë minimalisht, sa me ditë kështu përdorimin e arve, Kalashnikov, mitralet të letë, tron, delin, Gulinov, hedhin e bombave, po ka që 10 ditë. Tash për 10 ditë, sa mundet njeri me përvecu, por ka qenë dëshira e madhe, vullneti i madhe, edhe përkushtimi i madhe, guzimi i madhe që ju bashku luftës për lirinë e Kosovës, edhe kështu kemi vazhdu. Deri sa kemi shku në Padesh, njësia ime nuk e ka ditë. Aty kemi marrë vesh që kemi me qëndru në Koshare, ku po vazhdojnë luftime të mëdha, neve në kanë pozicionu në Shkozë, Shkozë është në anën e djathtë të Karaullës, ato që është kazerma. Edhe vazhdojnë të poshtë, mbi Mollis. Po. Drejtim Botushës. Është dryka e Botushës, e cila shpije deri të kazerma, tash janë 2 anë. Një anë është Shkoza, e cila vazhdojnë deri në afërsi të Qafë Morinës, atje që është ato. Pra po flasim thellë territor të Kosovës. Po, thellë. Ona e majtë, që fillon prej Grykës Batushës, e shkon deri te rasa e Kosharës, në atë atje vazhdon tutje. Pra, qysh në theke Hyseni neve në atë kohë, unë këmë qenë batalion. Hyseni Berisha. Kjo linë të ke përfshin dikon rreth 14 kilometra. Një fronti.